përfolur edhe pak në media, përmendi dhe Bushati, pa këtu ju pam, domethënë në një ditë që i datë një certifikat të Jurges Qurbe. Pse valet ndatë dekorat? Tani, edhe hajta diskutojmë dhe këtë, isha i gatshëm për pyetjen për këtë pyetje. Partia Socialiste me rastin 35 vjetorit saj, në kuadër të 35 vjetorit, po bëjmë një proces vlerësimi të gjithë atyre që kanë marrë një mandat përvajsimi nga Partia Socialiste. Pra, kemi vlerësuar themelusët, ata cilët e krijuan Partinë Socialiste në 91-92, me medalje të artë të mirënjohjes që janë vlerësuar antarët e Komitetit Përgjithshëm Drejtues zgjedhur nga Kongresi në 91-shit, deputetët në 92-shit që janë deputetet e parë me siglin e Partisë Socialiste dhe kryetarët e bashkive të asaj kohe. Dhe të gjithë të tjerët pasaj, kush ka marrë një mandat përvajsimi nga Partia Socialiste, pra që ka qenë deputet, kryetar bashkie apo komune, kryetar partie i njësive tona socialiste në territor, marrë një vlerësim. Në këtë kuadër dhe zoti Çurbja e merr këtë vlerësim si ka marrë një mandat nga Partia Socialiste. Tani debatin unë e kuptoj. Nga krimi, në fakt. Edhe ka marrë 2 mandate nga me votën e Socialiste dhe Partisë Socialiste. Tani, kundra pyetja ime për gjithë ju është që do duhet që ky vlerësim të kishte një sistem tjetër që i vlerëson pastaj personat individualisht, apo ky gjykim shkon për gjithë ata që kanë marrë një mandat. Natyrisht ka një debat që ta konfrontojmë. Në kuadër të kësaj politike janë bërë politika lokale, pra gjithë se cilat degë e partisë ka marrë këto kritere dhe ka dhënë vlerësime për ata të cilët kanë marrë një mandat deputeti, një mandat kryetari bashkia apo komune, apo një mandat kryetari partie, dhe unë mendoj që nuk jemi në kohën e vjetër, kur duhet ngrenim një komision që të vlerësoj për çfarë ka ndodhur në jetën e personit. Qartë, po ju një drejtues politik i qarkut Durrësit. Po pra, dhe nuk e dakord, pra unë po them një qark i vështirë. Dhe tani ka gjithmonë akuza për përfshirje të krimit dhe elementeve. A do na duhet që të kishim një komision që vlerëson figurat, apo të kemi një vlerësim dhe guxim të madh gjithë secili që ka marrë një mandat përvajsimi nga Partia Socialiste, më pastaj ka pasur individual raportin me drejtësinë, e ka pasur individual raportin me ato çfarë ka bërë në jetën e tij, dhe Partia Socialiste, edhe pse i ka dhënë një mandat të çfarëdo niveli, kujtoqoftë, asnjëherë nuk i ka dalë në krah, në mbrojtje, por ai është përballur me drejtësinë. Dhe rasti është konkret. Çfarë do bënim? Merrnim të retushonim fotografitë si para 50 vjetësh? Çfarë duhet bënim? Na e thoni juve që e gjykoni këtë. Pra kjo është. Guxim më thotë ky. Po kjo është e vërteta. Si ta më thoni ju ku është? Po s'ka nevojë për komision. Ka nevojë për ca parime. Po parime për Partia Socialiste, po si ka zbatuar. Dega lokale e Shiagut e ka dhënë një njeri që është dënuar nga gjykata e posaçme që ju e keni ngritur në vullnetin tuaj në 2016 dhe akuzohet dhe dënohet, se nuk është thjesht akuzuar, dënohet për krim zgjedhor, për bashkëpunim me krimin e organizuar, dënohet nga gjykata dhe ju thoni është buri mirë sa ishte deputet. Nuk tash, as është buri mirë, as nuk e... Po një certifikat mirënjohje nuk mund tjetë thjesht se ka qenë në listë për deputet, se edhe në listë për deputet nuk e vu për merita, e vu në ata të krimit. Jo, nuk është. Po atë thot dosja që ka vendosur gjykata? Për atë çfarë thot dosja dhe gjykata, zotria ka bërë Po ka bërë burgun pra, po të shkoj të shtëpia. Ka bërë burgun dhe kjo tregon ajo që thua na voton populli. Se votojnë ata votat e banditëve që merr Çurbja. Me qindra janë ata që marrin të vlerësim nga Partia Socialiste. Po ju e keni bravo i shoh për këtë. Dhe prandaj ja u thash para pak në përgatitje të kësaj Partia Socialiste është aq e madhe dhe ka prodhuar dhe ka dhënë mandat përvajsimi mira socialistëve të ndershëm, të cilët kanë punuar sot isha në Korçë, morën disa burat mirë të viteve 90, po mirë po them me qindra me mira, bura dhe gra shumë ndershëm. Dhe ne si Parti Socialiste jemi krenar. Po shumë mirë për ata që keni, po impononi kësaj shoqërie profilin e kriminalit. Jemi krenar që për 35 vite i kemi shërbyer Shqipërisë më së miri. Jemi krenar që falë Partisë Socialiste. E keni rrujt Shqipërinë më së miri. Po ju në Bashkimin Evropian. Nuk është argumenti që shpëlan Erbys Çurbja.
Nuk është ky argumenti për ta shplar atë. Po kjo është shplarje, bra. Këtë e ka dënuar gjykata. Ma thoni, çfarë do të bëjmë? Po nuk do të jepni certifikatin e mirënjohjes. Jo, më nuk ka, po nuk ka nevojë fare për komision, më. Po të them janë disa parime. Po jo, më këto janë që edhe ndoshta si keni shkruar. Po nuk mund të ndodhë kjo gjë. Kush ka marrë një mandat nga Partia Socialiste, vlerësohet në 30. Ky e kalon mandatin sepse gjykata e dënoi për krim zgjedhor, e la mandatin. Ha diskutim. Dhe nuk e ka marrë vetë mandatin. Çfarë duhet bëjmë? Çfarë duhet bëjmë? E kanë vënë në listë ata që donin ta vinë në listë. Tani nëse gjithë këto argumente kanë nevojë për komision, si duhet ta gjykonim këtë situatë? Që të krijonim një komision vlerësimi dhe të ishte po nuk duhet hyni fare këtë diskutimi, Klos. Prandaj thashë ore a ti bëj pyetje Klosit. A do i çoni një dekorat në Burg dhe Ilir Metës që keni pas kryeministit? Jo, nuk. Edhe ai dosja. Ilir Meta ka çoja një dekorat në Burg, socialisti vjetër ka. Ilir Meta ka krijuar parti kundër familjes socialiste, ka garuar kundër familjes socialiste. Do të thënë, të shkosh ke Berisha nuk quhet krim. Të shkosh ke krimi real nuk quhet krim. Ajo që Ilir Meta ka qenë nga themeluestë e Partisë Socialiste, ka qenë figurë për certifikatet e mirënjohjes, janë për gjithë ata që kanë themeluar Partinë Socialiste në të njëjtë, për gjithë ata që kanë marrë mandat përvojësimi. Kemi kaluar. Ore mori vetë Çyrbia dhe Agasi aq duhej. Ilir Beqës ku do e japin? Çyrbia, Agasi mbaroi procesin, nuk ka rëndësi tani. Krimi në pjedestal është ideja. Do të kemi të gjithë Agasi thua ti për të babajnë. Aktivitete që dedikohen 35 vjetor. Ajo është simbolik. Ajo është simbolik. Si, po a ishte burë në punë vetë, një pedagogë, është tani ishte një lloj që ti biesh kësaj, si e ka kjo që i vrau i biri 4 Luiza Gjuvani, të thua që i vrau Luiza. Kush kështu kjo gjë? Jam totalisht dakord. Por zgjedhja e Bardagasit nuk ishte e pafajshme. Pavarësisht se Bardagasi shumë buri mirë dhe po të ishte PS-ja me socialisti Bardagasi, të ishte më e mirë se PS-ja e të birit. Ndurës është kryetari i parë i 92. Mos e vazhdojmë këtë. Deputeti 92-shit. Kishe ndonjë të gjë të fundit fare që na mbeti? E kisha që procesi dekoratave arriti qëllimin. Të pranoja gjithmonë ftesën e emisionin tuaj, pa çka e di se këtu jam. Po sigurisht sepse nuk ka si ndodh. Ndryshe të falenderojmë i respektuar për ndihmën që dhe për të realizuar emisionin tonë të mbrëmjes sot me kolegë. Faleminderit shumë, kënaqësi. Von vajti popullata mos ndoshta e ka zënë gjumë, operatorët filluan të më shikojnë pak shtrembër mua. Po nëse edhe mund të shikoni në këtë orë në një shtrembër, se nuk prish punë. Faleminderit, natën e mirë javën tjetër. Tani do të jemi prapë këtu, mblidhemi.